Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga thembrat e qara, mjafton një luk sot buke dhe do i shëroni si me magji. Përveç që kanë pamje të keqe, thembrat e qara mund të shkaktojnë dhimbje. Fatmirësisht, përbërësi i zakonshëm i cili gjendet në kuzhinë mund të ketë efekte shëruese në thembrën tuaj. Kjo pasi që soda e bukës ka veti antiseptike të cilat reagojnë kundër infeksioneve në thembrat tuaja. Soda e bukës jo vetëm që është efektive për sëmundjet e lëkurës, por njëkohësisht është e lirë dhe përdorimi i rregullt ua bën këmbët e buta. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 lugë gjelle sodë buke dhe 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja: filloni duke e përzier sodën me ujë të nxehtë dhe futeni këmbët në ujë për të paktën 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët tuaja të jenë zbutur mirë, pastrojeni ato me ujë të nxehtë, lëreni të thahen dhe më pas merreni dhe lyeni ato me një krem apo vazelinë. Koha më e mirë për ta bërë këtë është para se ju të flini dhe për rezultate më të mira ju duhet me patjetër ta përsërisni këtë çdo ditë për një javë. Pasi ta bëni për një javë, pushoni 5 ditë dhe përsëriteni prap trajtimin. Duhet i kompletoni 3 trajtime të tilla për t'i bërë këmbët tuaja mjaftueshëm të buta. Thembrat e qara mund të shkaktojnë një sër problemesh në jetën e përditshme dhe duke filluar që nga vështirësitë në ecje, dhimbjet e këmbëve dhe aspekti estetik sidomos gjatë verës. Eliminimi i plotë i tyre gjithashtu është një problem më vete. Në shumë raste ju duhet një ndihmë specializuar nga një mjek dermatolog apo edhe nga estetistja juaj. Të gjitha këto ju mund t'i përgatisni dhe t'i përdorni pasi përbërësit me siguri i keni në shtëpi. Vetit të zbutëse të vajit të ullirit dhe të mjaltit janë shumë të njohura, ndaj tashmë ju do të përfitoni sa më shumë nga to. Çfarë do t'ju duhet? Një limon, ujë, një grusht orizi bluar, të cilin mund ta bluani disa minuta në mikser, 3 lugë gjelle mjalt dhe sigurisht një lugë gjelle vaj ulliri dhe uthull molle. Përgatitja: zhyteni si fillim këmbët në ujë të ngrohtë me limon në mënyrë që t'i pastroni ato tërësisht nga lëkurat e vdekura. Mbajini në atë mënyrë për rreth 30 minuta derisa lëkura juaj të fillojë dhe të zbutet apo të pastrohet vetë. Më pas, përzieni pluhurin e bluar të orizit bashkë me mjaltin dhe pak uthull molle derisa të formohet pasta me të cilën ju do të fërkoni këmbët. Në fund, mos harroni që të shtoni edhe një lugë vaj ulliri. Merrni pak në duar dhe filloni që të bëni masazh, sidomos në pjesën problematike tuajën, dhe në këtë pikë ju mund të përdorni edhe një gur pastrues për këmbët teksa i keni të lyera ato me këtë pastë. Bëjeni këtë për disa minuta me radhë dhe më pas shpëlajini këmbët dhe lëreni në ujë të vakët për 10 minuta të tjera. Më pas nxirreni nga uji, thajini me kujdes dhe lyeni me vaj ulliri. Sipër mbështilleni me një qese plastike që mund ta përdorni qesen plastike të kuzhinës dhe futeni sërish në ujë të ngrohtë për 20 minuta të tjera dhe më pas hiqeni këmbët nga uji bashkë me qeset dhe lyeni përsëri këmbët me vaj ulliri. Bëjeni këtë të paktën një herë në javë dhe kështu ju do të përfitoni thembra të buta në shumë pak kohë. Gjithashtu lyeni këmbët tuaja me vaj ulliri sa herë që do të dilni nga dushi dhe çdo darkë kur ju të shtriheni për të fjetur. Plasaritja e thembrave është një problem shumë i përhapur i cili prek edhe mosha nga më të ndryshmet. Në shumë persona mbetet vetëm një shqetësim estetik, ndërsa për të tjerë kthehet në një problem mjaft të dhimbshëm. Përveç lëkurës së thatë dhe të trashur, plasaritja e thembrave shoqërohet njëkohësisht edhe me skuqe,
kruarje, inflamacion dhe njëkohësisht shkëputje të lëkurës. Marrja e masave që në fillim mundet që të parandalojë që këto plasaritje të bëhen akoma edhe më serioze, duke shkaktuar gjithashtu gjakosje dhe dhimbje sa herë që ecën. Disa nga shkaqet e këtij problemi janë sigurisht ajri i thatë, mungesa e një kujdesi ndaj këmbëve, një dietë jo e shëndetshme, mosha, qëndrimi për afate të gjata në këmbë dhe ecja me këpucët e gabuara. Ne këtu do t'ju tregojmë disa receta tepër të lehta që ju mund t'i përgatisni fare lehtë në shtëpinë tuaj. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një nga hidratuesit më të mirë të lëkurës. Ai është përbërësi më kryesor i shumë produkteve të kozmetikës. Gjithashtu, vaji i ullirit nuk është e çuditshme që të jetë në këtë listë, pasi ofron një lëkurë të butë dhe të lëmuar. Për një rezultat sa më të mirë, ne ju sugjerojmë që ju ta përdorni këtë kur para se të flini, në mënyrë që t'i lejoni vetes tuaj një pushim më të gjatë në kohë dhe kjo mas të përthithet sa më mirë nga lëkura juaj. Si fillim, zhysni këmbët në ujë me pak sapun dhe lejoni që të zbutet lëkura. Më pas, me ndihmën e një lime për thembrat, filloni dhe t'i fërkoni ato me kujdes. Shpëlajni këmbët me ujë të rrjedhshëm dhe thajni sa më mirë. Aplikoni me duar vajin e ullirit në të gjithë lëkurën e këmbës. Mundohuni t'i masazhoni në mënyrë që të ndihmoni qarkullimin e gjakut. Vishni një palë çorape të pastra dhe mbajini ato gjatë gjithë natës kur ju të flini. Në mëngjes do të shikoni që lëkura juaj do të jetë zbutur mjaftueshëm. Limonat. Përbërja acide e limonit mund të jetë shumë efektive në zbutjen e lëkurës të dëmtuar e cila çon në plasaritjen e thembrave. Mbajini këmbët në një enë me ujë të vakët ku keni shtuar lëngun e 3 limonëve rreth 10 deri në 15 minuta. Fërkojeni lehtë thembrat tuaja me një lim për këmbët. Shpëlajini me ujë të bollshëm dhe më pas thajini ujin e tepërt. Parafina. Nëse problemi i thembrave tuaj është serioz dhe ndjeni dhimbje kur ecni, parafina është zgjedhja e duhur. Trajtimi me parafin lehtëson në dhimbje dhe gjithashtu e zbut lëkurën e këmbëve duke e rigjeneruar. Shkrini një pako me parafin duke i shtuar 2 lugë gjelle me vaj kokosi. Kur të jetë ftohur mjaftueshëm, zhysni këmbët në këtë përbërje dhe mbajini për 5 deri në 10 sekonda dhe përsëriteni këtë proces derisa të jetë formuar disa shtresa me parafin në këmbët tuaja. Mbulojini këmbët tuaja me plastikën e kuzhinës dhe mbajini ashtu për 30 minuta. Më pas, hiqeni me kujdes parafinën nga lëkura juaj. Ekspertët ju sugjerojnë që ju ta bëni këtë trajtim të paktën 1 apo 2 herë në javë. Disa nga këshillat që ne do t'ju sugjerojmë janë: nëse vuani nga diabeti apo keni varikoza, nuk duhet që ta përdorni këtë recetë në asnjë mënyrë. Gjithashtu, keni parasysh se këto informacione kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.